Përshëndetje të dashur miq të Media 60. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një personazh i cili është drejt për drejt me publikun dhe ajo që unë vlerësoj më shumë është transparenca që ai ka me ne. Unë e falenderoj që ka gjetur kohën në gjithë këto angazhime pikërisht sot në ditën e protestës. Dashamir Shej, përshëndetje dhe faleminderit që je me ne. Dgjoj, unë jam shumë kurioze të di se si do mi komentosh ti skandalet e qeverisë Rama deri këtu ku kemi ardhur. Si të komentoj këto, si me thënë, ka i fjallë populli që thotë që a i peri këputet duke u hëllu, zullumi këputet duke u trash. Që këto e kanë trash zullumin, së shkjo fundit që i bëhet zhurmë, këtu ka vite që shteti ka rënë. Nga ana ekonomike njëherë këtu, gjdo zyrë që të hapi, se për shumë dëgjumë të fundit fare akshe, edhe u hap një ka pak e dolin i tupjo. Po sikur të hapësh gjithë drejtorit e këtij shteti, një lloj akshja. Sepse shteti funksionon si enë komunikuese. Nuk ka mundësi që një zyrë fjala vjet jetë korruptume dhe zyrat e tjera. Këtu, kjo pun ka dalë këtu, kjo pun ka dalë ke ndërtimet, ke rrugët, ke tunelet. Kjo pun është ke policia, ke administrata publike, shikoni ju sa herë vritet në një kriminal në një aty shofer është polici. 2-3 raste e fundit janë politët, janë shofer. Dhe me thënë këto njerëz përdoren përmburoj policinë e shtetit. Me pak fjalë desha një gjë që kam thënë 100 herë, po besoj që kam drejt edhe si një në punë si vjetër që jam. Atësh, nuk ka mundësi, shteti është e në komunikuese, po u bë pis këtu, yri, boja e zeze, të gjithë hena, në kryt vitit do të bëhet një lloj. Atje, imagjinohet të shi një henë ndotur që i ka 12 vjetë, 13 vjetë. Tyre i ka hikë, i ka arë koha me hikë, puna është defekti i këtij shteti, i kësaj shoqërie, e kësaj politike që kemi ne, është s'ka alternativë. Është vetë bloku në një farë mënyrë, se alternativa është një paka shumë i lloj që këthet dhe i për herë tret, që s'vjen gjë e re, prandaj mungon entuziazmi se në çdo vend botës po t'ishte, do i kishte dalë populli në rrugë, në një farë mënyrë, jo se për t'i bërë zgjidhjen të nesme kësaj pune, por do i kishte dalë me tregu që jemi të pak kënaq nga kjo punë. Edhe në fakt duhet jenë pak najtë se kjo që ka ndodhë tu, këto vite, jo se kanë qenë brillante që rritë për para, po nuk kishe mrit zullumit deri këtu. Këto e kanë të pru nga gjitha anët, kështu që unë jam i sigur ditën që këto gjykatat e reja që uroj që t'i shkojnë punëve deri në fund, do të hapin ca letra tjera, do të rresin ca njerëz. Jo të që, po t'i dënojnë edhe t'i marrin dhe pasurin, do shikoni këtu që këtu do dalin. Që këto skandali që duken sot, do duken vogla për para tyre tjerve. Sepse shiko sa kemi më radhë. A që kjo punë e inceneratorve? Po, qërë u bë? U bë 2-3 vjetë që vjen vërdalë. Skandali që nga gjitha. E njëjta gjë për këto shpenzimet e koncesionarve, e njëjta gjë për shëndetësinë që harrova, 2-3 koncesionet më e Hashmburgaj, ministri shëndetësisë. Atje, e njëjta gjë ta thash me këto akshe, me këto tunelet që janë tash. Do të thënë, kjo është një histori që po vazhdon prej vitesh dhe fatkeqësisht edhe qytetari i thjesht është dorëzu. Është lodh sa që kjo punë nuk bën më skandal. Se këto e skandale mbi njëra tjetër, dhe sa që skandale është bë pothuajse një lloj normaliteti. Hajde se kështu është gjithë bota, hajde se kështu kanë bërë gjithë, po që s'është e vërtet, me thënë drejtë. Prandaj unë uroj që kjo të jetë pranvera e fundit e kësaj qeverie. Tash se si do më rrihet, ku më rrihet, mos bëj. Edhe unë as Kassandrën, as e këpta, por që... Kjo nuk arrihet me urime, ka arrihet me një punë shumë të madhe nga pala tjetër. Po, jo punë shumë të madhe, po me një rinovim komplet Partisë Demokratike e rreth parë, që është si më e madhja, po edhe zgjerimi këtyre forcave të reja që kanë dalë. Unë këtu e shoh shpresën, se edhe PD-ja vetë ka një tuf atje, dje me vajza të reja, shkollum që ka ardita për të marrë atër.
këtë punë dorë dhe t'jenë ato alternativa. Ditën që të jenë ato alternativa, besoj që shumica e popullit dhe i shkoj nga mbrapa, përfshi dhe mu. Besoj që edhe ndërkombëtarët do kenë tjetër besim, e tjetër shans, do të dinë këtë do mbështesi. Edhe kjo ka rëndësi, po e dyta qytetari që është në rrugë, që thotë, morë ta ndrojmë një herë këtë punë. Qytetarët tanë shqiptarë kanë shumë probleme. Mi pa probleme të ketë gjithë një Shqipënia. Se kjo është akoma vendi më i varfër i gjithë Europës. Vendi më i vjedhur i gjithë Europës. Jo, është më i varfër i gjithë Europës. Po të thash, kjo nuk do me thënë që tjetë vendi më i korruptum. Se normalisht më i korruptumi duhet ishin ku e diun, sa vende që gjërojnë para më shumë, që kanë pushtet në ofshë. Jemi ne. Dhe sidomos kjo qeverisja e fundit që me sa duket nuk ka çfarë i afron më qytetarëve, edhe të hujët, dhe investitorit, dhe ati që të punë. Ka fillu, si thushe, shetë Shqipërinë si trull. Trullër në ndërtimit. Doni me ardhë ju Arabët, po, merrni i copë. Pastaj po vini ju Amerikanët, merrni këtë tjetër. Pastaj po vini, ku e di unë, nosha me gjithë grekët mund të ndajnë. Zoti e di, po qërënësi ka gjithsesi, ky nuk ka çfarë afron më, kuptoni, dhe afron këto. Sigurisht në shkëmbim të favoreve politike, njerë, se kjo është një lloj lobimi me paret e Shqipnisë. Sigurisht edhe për favore ekonomike, se këto projekte që bëhen pa studim, pa debat publik, nuk ka gjë publike në botë që bëhet pa debat publik, që e vendos një ministër ose një kryeminist, makar dhe një qeveri, se qeverit kanë një afat kohor, 4 vjetë ka mandatin. Ama ato hotele, atë ja i beton që hullet buz detit, a i do jetë aty, jo sa është qeveria, a i do jetë për 100 vjetë aty. Atëherë, si e merë ti këtë vendim, me qëfar drejtë ti e merë këtë vendim, pa një debat publik për këtë punë, që gjithë palët, makar dhe opozitat, kënë mundësi të bëjmë vrejtjet e veta, qytetari, entet e interesuar, komunitetet e interesuar që duhet jenë, investitorët, arkitektët, inxhinierët, makar dhe tjerët, administratorët lokal që si pyet njëri fare, që i kanë pot vetët, kësaj qeverie janë për si pyet njëri. Si e merë ti këtë vendim që ku e dion, portin e Durrësit do të marrë një kompani dhe do të bëjë nga port për vaporët e... Do të bëjë burim për mbytyr, si që kemi marrë. Do të bëjë, ku e dion, për barkat me vela, që bukur mund jetë shumë e pa, për kush da ndërtoj portin e ri, se i duhet i port Shqipërisë. Sigurisht që i duhet dhe më i madhe, më i mirë. Po bëm minimalisht një 1,5 miliardë i porti. Kush dhe i paguj të parë? Ky që morë, e njëjtë gjë për Vlorën, e njëjtë gjë për gjithë. Kudo, ku ka brek, ku ka interes për ndërtuam, ky ja afron këtyre matrapasve të vendit njëherë më radhë parë, pastaj atyre më të mëdhenjve ndërkombëtar për motive tjera. S'është kjo linja për të bërë shtet. Se det kanë dhe tjerët. Ka dhe Italia det, shumicën tonë, ma shumë se ne. Ka Greqia me mira ishë. Ka vi bregdetare Greqia që është minimalisht një 50 herë më e madhe se kjo Shqipëri. Po s'kam dëgjuar që vjen dikush i bën sipas shefit vetë këto. Ktu bën, se nuk bën sipas shefit as timin as asaj, bën mas shefit Edi Ramës. Dhe kërkush sot për sot s'është në gjendje me thonë dalo. Se ne kemi një parlament që është shërbim qeverisë, është noteri qeverisë, që ngrenë dorën. Keni pa ju, dalit pak të një. Thotër, më falër, zotë kryeminist, më duket se kjo punë nuk shkon. Jon Braçe e ka bërë këtë. Po që, Jon Braçe për disa për punë të ku e dion të domate dhe spesë. Me fjalë dhe miraton me karton. Po, jo vetëm atë, po për ato punë të bujqësisë, divjakës, mirë ka bë, nuk po them kundër po Shqipëria, në fakt, me thonë drejtën, për te aty në interesave të bujqësisë, që është interesi madhë, fakt, ka këto tjera të s'kam pa njëri nga Partia Socialiste, ta kundërshtoj interesat që janë direkt private, që fitojnë shqiptarët këtë mes kur se kanë marrë vesh. E s'kam për të marrë vesh gjë dhe s'kam për të fitu gjë nga kjo punë. Do fitojnë ato që kanë ardhë, dhe sigurisht dhe i grup që është për qark kryeministrit. Kjo është gjitha,
Edhe, prandaj po them, opozita shqiptare duhet jetë një opozit që bën opozit 360 gradë, që do të thotë, bëhet demonstrat, bëhet protest, dakord. Po ky është një segment, jo. Po do bësh opozit brenda parlamentit shqiptar, debat vazhdueshëm për çdo ligj, për çdo gërm, për çdo propozim. Nuk bëhet kjo punë një herë hym parlament, një herë dalim nga parlamenti, një herë hym zgjedhje, një herë dalim. Kjo është e dyta, kjo është opozita më e madhe. Opozita parlamentare, se këtu është institucionalizuar opozita. Pastaj kemi opozitën nëpër media, këtë që bëj unë, ku e di unë. Që unë besoj dhe opozita veti ka një 20 vetë që janë në një farë mënyrë lektor politik, që duhet dalim për natë dhe t'i shpjegojnë njerëzve. Jo vetëm që po bëhet keq. Jo vetëm që kjo palë tu po e vjedhin Shqipërinë, po çfarë do bëjmë ne që të mos vjedhet më Shqipëria? Kush është alternativa? Kush janë idetë? Bëhet opozitë edhe me ndërkombëtarët, në shkuptim. Po do i bindesh ato, do t'i sqarosh që ky gjë sot po e qeveris keq Shqipërinë, që ne do ta bëjmë ndryshe. Kush mund të jetë një kandidat i denj, një emër i duhur, që nëse vjen momenti opozitës dhe bëhet kryeministër? Po ku e di, kjo është i lloj fanta politike, po ka atje sa dush, plotka. Ja, gjithë ato çuna e vajza atje që janë nga 40 sa vjeç që kanë bërë shkolla jashtë. Secili prej atyre them që do ishte më i pranueshëm për shqiptarët dhe për komunitetin ndërkombëtar nga këto që janë sot. Besoj unë. Edhe dita do të mjapi, koha do të mjapi të drejtë. Puna është që nuk kemi dhe shumë kohë. Jo ne, se nuk ka rëndësi, koha individuale e një njeriu është një gjë pa shumë vlerë. Por kohë shoqëria shqiptare që të mos përfundohet, që të korruptohet komplet, jo vetëm si shtet. Se kjo ka ndodhur në Shqipëri, se këtu është korruptuar dhe i pjesë e shoqërisë. Edhe mentaliteti nuk është më që hajde të ndërtojmë shtetin shqiptar, se është çatia e përbashkët e gjithë shqiptarë. Këtu gjithsekush mendon çfarë marr unë këtu në këtë lloj situate të re. Prandaj po të them të këtu është korruptuar dhe i pjesë e shoqërisë. Dhe nëse do vazhdojë kjo punë, si të thosh, ato që janë të mirë dhe të ndershëm kanë një rrugë, tikin. Edhe këtu do rrim pleqt, edhe në një farë mënyrë edhe ato që kanë që vjedhin akoma këtu, kaq. Edhe ato fatkeqet hallëgjit ma që se s'kan ku shkojnë, e i dopti dërzohet gjithmonë. Na komentoj pak edhe protestën e sotme, të lutem. Që unë duroj, dalim mire, sigurisht, po qoftë të thuhem po ato fjalë. E aty mbledhen i grush njerëz për të gërthit Berisha. Ajo protest nuk ose i shërben një gjë të madhe opozitë. Ajo shërben për të konsoliduar pushtetin personal njërit, dhe të ati grupi. Bile se unë kam frikë që gjithë ky intensitet që bëhet gjithë të ditë e fojtë ma shumë se sa për të rëzue dramën, bëhet për të shujt zërat paralel që kanë brenda PD-s. Se do bëjnë zgjedhje partijake ato të shjellë, duhet që pushtetit jetë monolit për qark kryetarit, që mos ketë alternativa tjera. Se kanë dalë aty, jo Saljani, jo ky, e duken njerëzit që nuk janë më të knaqë. Dhe atëherë çfarë bëhet? Ne e konsolidojmë brenda. Mirë, po kjo çfarë bën? Kjo bën vërtet një grusht njerëzish më homogjen për qark kryetarit, më besnik. Po gjithnjë janë më pak. Tash që opozita dalin nga kjo situatë, që të mundi Edi Ramën, jo të mundin vetveten brenda për brenda, duhet komplet një përsjellje tjetër, një përqasje tjetër politike. Duhet një projekt politik afatmesëm paktën deri në zgjedhjet lokale. Si do bashkëpunojmë, kush janë ligjet, kush janë temat kryesore që na bashkojnë. Edhe dominoj kjo në debatin brenda opozitës, në dialektikën e brenda. Kush janë temat që na largojnë, mundohemi si thosh si relativizojmë. Kjo është një mënyrë që deri ke zgjedhjet lokale opozita të mri e suksesshme. Një të japi shenjat që po ngrihet dhe jo po bin, se herën e fundit të Ramës. Lese që bëjnë zhurmat e këto, për që? Tash, basi sulmu marmillun e përbashkët Zotin Basha për 5 vjetë. Tradhtin e ati si keni përjetuar. Tradhtin e... Që tradhtin? Që ka tradhtuar? Se marrë veshtu për nesë. Do ishte 17 maj. Po që 17 maj, mbas 17 maj, ne kena kaluar 21.
Atë kur ishte zgjedhjet e 21-shit, dhe zgjedhjet e 21-shit, sigurisht edhe për fajt Bashës, u humë për 30.000 vota. Ndërsa sot diferenca është 200.000, po për këto kush mba përgjegjësi. Prapa i e pas ka fajin, Basha. Të që ne saloj marmiq, brëndshëm marmiq të jashëm, po më shumë të brëndshëm. Dhe me thënë, ka njerëz atje që e kanë mongullaj me bashkëpunu me palën tjetër se sa me njëri tjetër. Dhe kjo është një realitet që u duk hapta si kur u bë ligji zgjedhor në pranverën e vjetshme, para se me hynë zgjedhje. Kështu që unë uroj që t'i kena armënd, bëhet një ligj krejtëndryshe, që të mbështetet një qytetare shqiptar për të jetuar në një regjim demokratik. Mbështeten forcat opozitare, pavarësisht pëlqejnë as pëlqejnë mua, se këtë rrallë ta thash, u morën gati 200.000 vota jashtë partive të mëdha dhe kanë prodhuar 3 deputet. Që kjo është krim, ç'është, vjedhje ndaj opozitës, po kush e bën? Opozitarët vetë. Sigurisht përfituesi më i madh që Zoti Rama, që morën një 6 deputet qyll, po përfitues janë edhe Partia Demokratike, se morën dhe ato një 4 nga kjo punë, dhe dëmtimit kryesor që janë ato që u futën për një alternativë ndryshme. I fundi që ju tradhtoi ishte Dash Sula, prisin një tradhti tjetër? As ato si që i tradhti, unë besoj që në politikën demokratike, në konceptin e demokracisë, nuk ka tradhtire, ka qëndrime ndryshme, pastaj qëndrimet a janë të mira, a janë të këqija, gjithë se kur që del për Zot, vetës vetë, kupto. Sigurisht që mos më pëlqen që funksionarët politikë të krahut opozitar shkojnë e dorëzohen për punë, ke palja tjetër, por kjo fjala tradhtie e kësaj punës është e tepruar mbas 35 vjetëve. Se çfarë do mendonim ne për Zotin Berisha, që ishte 25 vjet Parti të Punës, Parti Komuniste dhe erdhi këne, që ky i bie tjetër tradhtari më i madh, ka kjo pikpamje historike. Se kërkush tjetër se ka bërë këtë lloj kërcimi. E megjithatë ne themi që ashtu ishte koha, ishte nevojë dhe ka bërë shumë mirë që e bëri. Tash ja ka bërë mirë Dash Sula, në një këto kanë shkuar me gjetë një punë, nuk është se marrin funksion politik, edhe nuk besoj që këto i bi që dëmtojnë opozitën e to. Unë s'do kisha shku, si e kam bërë gjithë jetën, s'kam shku këto. Atje, këto kanë qef me shku, jam më të rritë, shofin karrierën, do ku e di unë, ky, ai qërish, ai tjetër që bë avukati popullit, ai tjetër, ka kështu, në gjithmonë ka pas. Po dhe në këtë PD-s kisha, sa dush, Pjotr, u bë qeveria parë Berisha 2005, ato që ishin ministrët Partisë Socialiste, agrarët ato, ardhën kënetë, po atyre që të themin, tradhtarët mëdhenj, kuptohet, kështu që nga kjo pikpamje, kjo fjalë do ek nga fjalori, a kush do mbajt? Qëndrimi politik, digniteti politik, po duhet jenë vlera që çmohen të. Qofse në Shqipëri, rreshti i vlerave është kush është më afër kryetarit, kush gërthat për kryetarin, sigurisht gjysma më e mirë do quhen jo tradhtar, jo drejtësitane, kuptohet, sepse ato atje, në fakt, ato janë pjesa më penguese për të rinovu. Jo thjesht për doja, po politikën përgjithësi, si mentalitet, si hapësirë. A do ketë vend për shembull dhe për ju të rit, a do ketë vend, si thush, brenda kësaj të ryeze dhe për njerëz që s'mendojnë si Dash. Këtë ka demokracia, sa ka këtu që s'mendojnë si unë si bëhet, se mbi që ta bëj tavolinë e vogël, pastaj, kuptohet. Kështu që ky është koncepti që ka mund për demokracinë, uroj që brenda opozitës ta kenë kuptuar atje dhe uroj që të jemi të zot gjithë bashkë, edhe unë përfshin, nata modestën time, po them, që t'i shkërojmë qytetarëve që ka ardhur dita për dalë, për të ngrit, për të reaguar, për të kthyer dorën ndaj këtij regjimi. Jo për të pru që t'higi Rama e po vjen të ngreu prifse të ullet Hoxhët, nuk është kjo punë. Është puna për ndryshu dhe rregullat e lojës që fëmijët tonë ato që do vinë më mbrapa. Atje të jetojnë në realitet demokratik më të mirë se ky që jetojnë. Se kjo që është sot nuk është më demokraci. Kjo është një lloj diktature, kamuflume, quhe autokraci,
veja emrin si dush, por demokraci nuk është më. Parlamenti ka rënë, s'ka si këthen do të dorën kryeministri, tu një njeri i vetëm, mbulon gjithë hapësirën, donë t'i turrë dhe drejtësisë, asa pak drejtësie që po të regon një lloj pavarësie. Keni pa me çfarë egërsie do ndryshojmë gjithë çështja, sinjal i përditshëm që ne nuk ju quajmë. Se ne do bëjmë si e mendojmë ne, pse do mendojmë. Se ne kemi votat. Ne kemi. Në fakt në një shoqëri demokratike institucionet janë ndame. Ti mund të kesh votat, po votat janë dhënë ty për të bërë ligjin për taksat. Ku e diun për të bërë investimet, për të bërë shpenzimet, për këtë punë. Nuk janë për të zënë hapësirën e institucioneve tjera. Nuk janë bërë për të futur parlamentin në xhep, për të kërcënuar drejtësinë, për të vendosur për gjëra që janë për te mandatit që të ka dhënë ligja në Shqipëri. Ndërsa ky thotë, unë jam thjesht Enver Hoxha, thotë, ai kisha i ndorë, politikën e jashtme, politikën e mbrëmshme. Thotë, ka ky drejtën t'japi bregun, t'japi malin, ka ky, thotë, si ta marrin tjerët. Atje, kështu që të thashë kemi mbrit një pikë shumë të rrezikshme, po përfundojmë si republikat i Sovjetike, Bielorusët, Azerbajxhani, Kazakistani, Turkmenistani, këto me stan. Do me thonë, ne po hymë ke stani lindjes, atje ku ishim. Atje si jemi zot dalim nga stani për të futur në Europë. Edhe ky është realitetin, vjen keq që është i trishtueshëm, por gjithsesi unë kam shpresë, besim që ta thash opozita do t'i gjejë rrugët e veta për ta çarë rrethimin edhe për t'i rikthyer dhe herë shqiptarëve. Nuk po them me një shtet mrekullueshëm, po një shtet pranueshëm. Të falenderoj shumë. Faleminderit.